Festat e fundvitit operatorët turistik me paketa dhe oferta për të gjithë ata që zgjedhin Vlorën, rezervime dhe prenotime tashmë kanë nisur, ndërsa veç shtetasve shqiptar, Vlorën e kanë zgjedhur dhe shqiptar nga Kosova apo diaspora, por dhe të huaj si italian, izraelit apo francez. Paketat variojnë nga çmime të ndryshme, nga ato më ekonomiket e deri tek ato 3 ditore. Vasil Bedinaj, kreu i operatorëve turistik për jugun, thekson se tashmë është kthyer në një trend që Vlora të ofrojë një gamë të gjerë për festat e fundvitit, duke nisur nga mbrëmja gala e natës së ndrimit të viteve e duke vijuar me muzikën live dhe akomodimin. Paketat për festat variojnë nga çmime që nisin nga 3.000 lekë deri në 12.000 lekë të rinj. Tashmë ata që zgjedhin Vlorën preferojnë që në paketë të përfshihet jo vetëm nata e ndrimit të viteve, por dhe data 1 apo 2 janar. Është menduar që çmimet jenë duke nisur nga ato me buxhet ekonomik, në varësi dhe të zgjedhjes dhe atë se çfarë kërkohet e ofrohet. Është bërë trend në vitet e fundit që në Vlorë vërtet festohet. Kemi kaluar festat e nëndori ku patëm rezervime të mjaftueshme. Janë hapur paketat për Krishtlindjen e vitit të ri, që po shohim dhe informacionet që kemi janë që të gjitha, pothuajse pjesa më e madhe e restoranteve dhe hoteleve të cilët e afrojnë këtë shërbim, janë rezervuar dhe po vazhdojnë rezervimet. I kemi rezervime tashmë që mund të themi që në Vlorë do të kemi festa të mira, do të kemi qytetarë nga Shqipëria dhe Kosova, patjetër dhe diaspora që do të vinë në Vlorë. Pra Vlora tashmë është një qytet, për mua është, nuk mund ta mendoj që të lësh Vlorën apo shëtitoret apo ditët me diell të Vlorës dhe të vesh diku në një vend tjetër për të festuar. Paketat që ofrojnë restorante të ndryshme dhe hotele të ndryshme në qytetin e Vlorës fillojnë që nga ato minimalet me 3.000 lekë personi, deri në ato që janë me akomodime dhe shumë shërbime të tjera që shkojnë deri në 10.000 lekë të reja apo 12.000 lekë për person. Me informacionet që kemi, rezervimet ka shumë rezervime dhe vazhdojnë të bëhen edhe për ditët në vazhdim. Nëse referohemi paketave, çfarë është menduar dhe çfarë do të ofrojë? Ka shumë restorante të cilat ofrojnë darkën gala të vitit të ri me muzikë live dhe me menu të larmishme. Pra, kryesorja që ne bashkëbizetojmë me të gjithë operatorët këtu në Vlorë është që të kemi portofol për të gjithë, si për familjet me buxhet ekonomik, po ashtu dhe për familjet të cilat kërkojnë dhe shërbime të tjera dhe duan një darkë gala me program të larmishëm, duke filluar nga muzika live, me hotelet që ofrojnë dhe shërbime të tjera brenda në hotelet e tyre. Pra, ajo që është kryesorja është që kushdo që ka ndërmend të festojë, më mirë të festojë jashtë, sepse i bie më lirë të festosh në restorant se sa të gatuash në shtëpi. Dhe kjo ka qenë dhe është diskutimi jonë që bëjmë midis njëri tjetrit, që dikush të ofrojë paketën 3.000 lekë, dikush 5.000 lekë, kështu me radhë deri në ato paketa që janë paketa me shumë shërbime brenda. Mendojmë dhe jemi të bindur që edhe ky vit do të jetë një vit i mirë për qytetin e Vlorës për festat e fundvitit, sepse trendi i viteve të fundit ka ardhur i tillë dhe shumë qytetarë të Shqipërisë dhe të Kosovës zgjedhin të kalojnë pushimet në Vlorë. Ndërkohë Vlora si qytet turistik përzgjidhet edhe shumë nga shtetas shqiptar të Kosovës, por dhe të huaj italian që jetojnë në Vlorë zgjedhin të festojnë së bashku në një nga restorantet apo hotelet e qytetit. E sipas Bedinaj, çfarë shihet është që qyteti ka marrë tashmë pamjen festive, ndërsa në bashkëpunim dhe me pushtetin vendor të ofrohet dhe një program për festat në një qytet që ka se çfarë ofron në çdo periudhë të vitit. Janë disa subjekte që janë mbushur, rezervimet në rast se sallën e kanë 120 apo 150 persona janë mbushur me këtë numër. Ka subjekte që akoma vazhdojnë rezervimet dhe sot, dhe të gjitha rezervimet vinë nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë dhe të Kosovës. Pra kemi paketa darkën e vitit të ri, kemi paketa 2 ditore, kemi dhe paketa 3 ditore. Pra nuk kemi mjaftuar vetëm me natën gala, por do të vazhdojë dhe data 1 janar dhe data 2 janar, deri në datën 3 janar. Pra të gjitha ata që mendojnë që duhet i kalojnë festat e fundvitit në një qytet, qyteti më i preferuar, më i qetë, më i pastër, më me diell, me program të larmishëm është qyteti i Vlorës. Është bërë traditë tani që të gjithë qytetarët italianë të cilët jetojnë në Vlorë, ata nuk e festojnë kurrë në shtëpi, po rezervojnë në restorante të tëra apo hotele të tëra me grupe siç janë dhe të panjohur. Kemi parë që bëhen bashkë dhe prenotojnë restorante të ndryshme. Pra nuk është përveç se diasporës që do të jetë numrat më të kufizuar këtë vit, ajo që po shohim është që dhe trendi i qytetarëve vlonjat apo qytetarëve të Shqipërisë festojnë jashtë tashmë, nuk arrin në shtëpi. Për sa i përket programit të bashkisë, zbukurimet dhe qyteti tashmë ka marrë ngjyrat e festave të fundvitit. Të shohim në ditët në vazhdim se çfarë programi do të kenë për datën 31 dhe datën 1.
Por shohim që po, qyteti ka marrë ato pamjen e një qyteti festiv për Krishtlindjen e Vitit të Ri, po ashtu edhe një qytet turistik, sepse Vlora tashmë është në hartën e qyteteve turistike, ku mund të kalosh fundjavë dhe në verë, dhe në vjeshtë, dhe në dimër, dhe në pranverë. Pra i plotësojmë të gjitha kushtet që ofrojnë qoftë biznesi privat, po qoftë edhe infrastruktura e qytetit, ku tani jemi shumë herë më mirë se sa kemi qenë. Ajo që na takon të bëjmë ne si operator turistik, po edhe për shtetin lokal, të jemi të kujdesshëm në çmime dhe në shërbim, sepse një herë do të vi një klient. Herën e dytë, po si shërbeme mirë dhe po se pate qytetin të pastër, apo me shërbime të tjera, atëherë s'kap se ta zgjedh qytetin Vlorës. Pra presioni jonë i vazhdueshëm ka qenë që të paraqitemi ashtu siç duhet të jetë. Pra Vlora një qytet turistik për verë, për pranverë, për dimër dhe për vjeshtë. Elisa Bilali, menaxhere e përgjithshme e një prej resorteve në qytet, thekson se rezervimet kanë filluar, ndërsa bërehet një trend në rritje të huajve nga Izraeli, Franca, Gjermania apo dhe Anglia. Paketat e ofruara nisin nga festa e Krishtlindjeve, duke vijuar me atë të Vitit të Ri, të cilat janë deri 3 ditore dhe shkojnë deri në 20.000 lekë të rinj për person, duke përfshirë mbrëmjen gala dhe akomodimin. Ne në resort bëjmë një kalendar të plot për festat e fundvitit, që nuk e përshëndrojmë vetëm tek nata e Krishtlindjeve dhe e Vitit të Ri, por kemi festë gjatë gjithë muajit. Në të gjitha strukturat tona gjatë gjithë muajit gjeni aktivitete të ndryshme dhe gjithashtu një ofertë promocionale për ditët e fundit të muajit, datën 28, 29 dhe 30 me 35% ulje, që është Santa Bliss. Ofertë interesante është nata e Krishtlindjeve, e cila fillon që natën e vigjiljes së Krishtlindjeve ne kemi një menu prej 6.800 lekë personin dhe gjithashtu ofrojmë 10% ulje në ofertën e akomodimit. Për natën e Vitit të Ri pastaj është një aktivitet që fillon që nga momenti i mbritjes së klientëve në hotel, me muzikë instrumentale, me mikpritje në hall, me dhuratën e babagjyshit në dhomë. Pas kësaj në orën 7 fillojmë me tingut e instrumentave të ndryshëm si violina dhe mikpritjen. Vazhdojmë pastaj me darkën e Vitit të Ri, e cila do të jetë një menu e gjerë dhe prezanton gjithë atë që ne kemi krijuar në menun ton, por edhe produkte speciale për natën e ndrimit viteve. Për natën e Vitit të Ri, në qoftë se i referohemi kësaj, përgjithsisht për momentin kemi klientë të huaj, rreth 50% e tyre janë klientë të huaj, të cilët kanë rezervuar mesatarisht 3 ditë, pra jo vetëm natën e Vitit të Ri, por edhe datën 1 dhe 2, dhe gjithashtu klientë shqiptar, të cilët jetojnë në qytete të ndryshme të Shqipërisë, kryesisht Tiranë, por pa lënë mbrapa edhe ata të Kosovës. Për natën e ndrimit të viteve është afërsisht 20.000 lekë të reja për person. Në muajin dhjetor ka qenë një rezervim i ulët për ditët e para të muajit, e cila fillon dhe rritet në 15.102, duke arritur rreth 50% të okupancës së hotelit. Kështu Vlora për festat e fundvitit vijon të mbetet një vend i preferuar, jo vetëm nga shtetat shqiptar, por dhe të huaj, ndërsa këtë vit operatorët turistik kanë zgjedhur të ofrojnë një paket për të gjithë, duke nisur nga familjet me buxhet ekonomik, ndërsa përfshihen si akomodimi, ashtu dhe mbrëmja gala apo muzika live, paketa këto, që tashmë janë kthyer të përvitshme në qytetin bregdetar.